Miqtë Prizmës, në protestat e vazhdueshme dhe mjetin e vetëm që di politika shqiptare për të alternuar pushtet ose për të pas alternativë politike ose shpjegim politik, në protestat e Sali Berishës, e foltoreve të tij, është shtuar edhe Adriatik Lapaj me një karrike dhe veten e tij në shkallët ose afër shkallëve të kryeministrisë. Një kryetar partie i cili merr përsipër vetë të bëj protestë. Një kryetar i një subjekti politik i cili merr përsipër vetë të bëj protestën e formës tij për kundër Edi Ramës dhe qeverisë tij për presionin që ai i bën sipas Lapajt gjithmonë gjyqësorit për ballukun dhe balluken, mund të themi, për pavarësinë e gjyqësorit, këtu niset ai. Dhe shumë element tjerë. Protesta e një kryetari partie në bulevard, në trotuarin e bulevardit dhe para kryeministrisë, ka për qëllim sipas tij të sensibilizojë, të mbledhë njerëz, t'i afrojë njerëz aty. Me qindra me mira, kështu thot Lapaj. Po ku është problemi i madh? Problemi i madh i Lapajt edhe gjithë si punë atyre se mendojnë se alternativa politike në konfliktin e bërjes politik, të ngatresës madhe midis politikës dhe protestës politike, është pikërisht ky moment. Sigurisht që është i respektuar një vetmohim edhe një gjest romantik, si e keni para të skenën e atij kinezit që del para tankeve në sheshin Tiananmen. Këto janë skena që sigurisht ka një individ romantik që kërkon të drejtat e mëdha dhe që frymëzohet nga këto të drejtat e mëdha dhe njëkohësisht këto të drejta ai nuk ka nevojë të shpërndajë me asgjë, me asnjë dhe me asnjë parti. Nuk është as kryetar, nuk është as antar, është thjesht një qytetar. Por të ngatros kryetarin e partisë, i cili quhet Adriatik Lapaj, me protestën qytetare vetëm duke pasur partinë e vet. Kjo është tash një nga ato mrekullitë e jashtëzakonshme që bën edhe zgjidhja politike e kohës së sotme të një ngatresë të madhe filozofike dhe politike këtë koncept në Shqipëri. Adriatik Lapaj po bën një sakrificë, por unë mendoj që kjo sakrificë e tij që në fillim është e dështuar, sepse është konceptualisht gabim. Adriatik Lapaj mund të dalë si qytetar aty, si individi vetëm, dhe fyen gjithë shoqërinë, fyen dhe gjithë tjerët që duan të protestojnë. Por ai është kryetar partijet. Atë ngarkesën e kryetarit partisë ai e ka me vete dhe në atë karriken që duket sigur është i vetëm. Koncepti i alternativës me anë të protestës, qoftë kjo edhe e edukuar dhe e mirë si e Lapajt, përbën atë që ne bëjmë gabim vazhdimisht që nuk dim asnjë formë tjetër përveç se protestën. Dhe këtë sëmundje Adriatik Lapaj e ka prej Sali Berishës. Dhe Adriatik Lapaj dhe shumë të tjerë gjejnë formën kryesore të komunikimit protestën. Në të vërtetë kjo ndodh nga që ata nuk formojnë dot frymë. Do shohim se sa njerëz do t'i shkojnë mbrapa këtu, ai fyen edhe protestën, fyen edhe njerëzit pastaj. Sado që ti ftoj, hajdeni këtu, ata duhet bëjnë po të njëjtën gjë si Adriatik, apo janë të sigurt ata që do ta ndjekin natë për natë, ditë për ditë, që do ta shtojnë atë shesh, do ta bëjnë të madh me njerëz që rrinë të ftoftë, e që protestojnë aty but. Po kjo lloj proteste është djegur nga çadra, është djegur edhe nga disa protesta tjera, edhe protestat e mëdha janë djegur, se s'kan çuar në asnjë lloj përfundimi, përkundrazi kanë çuar një përfundim shumë të keq. Në një marrëveshje e cila ka rregulluar vetëm me ndërjush bythët e politikës, e atyre politikanëve që kanë sunduar protestën. Në këtë pikë edhe Adriatik Lapaj bën atë gabimin e madh, si filozofik edhe politik në Shqipëri,
që kujtojnë se protesta do t'i zgjidhë problemet. Te një popull i cili ka shpërdoruar protestën, me anë të mësimeve të Sali Berishës, Partisë Demokratike, ti, dhe tash edhe përsëritjeve të kota, të pakuptimta të Adriatik Lapajt, ka shpërdoruar protestën. Në çdo çast protest, në çdo moment protest, Balluku protest, protest X tender, protest Unaza, protest teatri, protest kjo, protest ajo, 1 milion protesta dhe s'ndodh asgjë, se ndodhin marrëveshje. Çfarë kujton se janë njerëzit me janë budalleja si në shtalli? Për çfarë kujton shqiptarët Adriatik Lapaj? O do që ti diskreditoj dhe partinë e vet, duhet bish partinë tënde nëse ti je politikan, je kryetar partie, kam dalë tot si qytetar. Jo, më nuk je qytetar, je kryetar partie. Ti duhet të krijosh frymë, duhet të krijosh institucione, duhet të krijosh raporte, nuk e di, politike të jashtëzakonshme, të alternativës politike, jo të protestës qytetare. Protesti qytetare bën qytetarë, nuk e bën partia, ti je kryetar partie. I ky është edhe qëllimi përfundimtar dhe i gabuar. Sali Berisha nuk është qytetar, është kryetar 35 vjet i Partisë Demokratike. Ata që i dalin Sali Berishës janë militant, antar partie. Janë deputetet, ato deputet që i dalin 50 deputet, bile nga nuk dalin gjithë me radhë, janë përfaqësues të popullit, e kanë vendin aty edhe jo. S'mbledhin asgjë, as veten e tyre. Nuk ka emër të protestit qytetarëve. Qytetarët janë shumë. Nëse do dilin qytetarët vetëm Tiranës, do angazhoheshin dilin para kryeministrisë, nuk do ishte Adriatik Lapaj dhe Sali Berisha bashkë me Berishkët e vet. Do ishin 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 qytetarë. Dhe nuk duhet të edukonin me gjujtjen me pushtimin ose me sakatimin e kryeministrisë, ndërtesës që nuk ju ka faj. Po të alternativës politike, cila duhet të alternoj pushtetin, duhet që tjetë mendim, parim, shumëzim idesh, bashkimi tyre dhe që pastaj përbën ke vota, përbën edhe një shumicë dërmuese. Po të mlidhen 1.000 shqiptarë në një vend, dhe pastaj 10.000 shqiptarë dhe 100.000 shqiptarë, sigurisht kjo është alternativa. Jo një kryetar partijet, jo njerëz të partive, jo militant partive, jo fjalimet partive, të qytetarëve. Më vjen keq, po Adriatik Lapaj nuk është qytetar. Në këtë rast, ai është kryetar i partisë së tij. Qytetarët nuk kanë parti. Qytetarët bashkohen pa partitë e tyre. Nuk i thret partia. Nuk i jep shembull kryetari i partisë që hajde bëhemi qytetar. Ata janë qytetar dhe i thon kryetarit të partisë, hapu ti se është roli jon. Po kjo nuk ka ndodhur, nuk do ndodhi. Po jo përsëris edhe një herë, nëse do të mblidheshin qytetarët e Tiranës, ata që do të ishin të interesuar edhe për atë Balluken. Imagjino sa interesohen, shkon mendje se do shkojnë të dalin punë. Edhe çfarë bën Rama me drejtsinë, atu se intereson fort atyre çfarë bën me drejtsinë. Drejtësia ka hesapin e vet, ka kursin e vet. Fut në për burgje, nxjerr nga burgu, akuzon. Tash fillon me politika, merret çfarë do bëj. Qa bën Rama me drejtsin? Qa bën Rama me drejtsin? Për i fute njerëzit e vetë në burg. Qa bën? Qa mund bëj Rama me drejtsin? Flet kundër drejtsis? Po, a ka njeri që flet kundër drejtsis ma tepër se Sali Berisha? Qa bëj bëjnë? Pse s'det kundër Sali Berishës ky Adriatik Lapaj? Që i thot Berisha, ju thot drejtsi e krimit, e mafjes, e komanduar, drejtsi grup kriminal. Qa bëj bën? Pse s'kujtohet për këtë Lapaj? Po na kujtohet për kryeministrin. Ju thot mafje mërë, atyre gjyqtarëve ju thot mafje, prokurorëve ju thot mafje, band. Po dilka për Edi Ramën që i drejtohet kushtetutës i thot shiko se pezullimi është një marrëzi ideologjike, politike dhe juridike, për qa? Duhet edhe patjetër edhe Rama që thot jeni band. Po jo, pa e ka ngritur vetë. Dhe këtu dështon edhe plani, se këtë duhet ta marrin përsipër qytetarët, jo kryetari i partisë. Kryetari i partisë ka veten e tij, del në konferencë shtypit. Si del 5 herë në ditë Sali Berisha, del edhe ti 6 herë, kaloja Berishës. Ç'kuptim ka ajo karrikja? Nuk frymëzon as kërkën. Nuk ka për të frymëzuar as kërkën një karrike e vetmuar në
në kryeministri ose para kryeministrisë. Dakord miqtë e mi, prizmës. Në ato 10 vetat që kishte përpara Sali Berisha Amram, nxori dhe një tre tjetër, Gjeneratën Z. Gjenerata Z në Shqipëri, jo vetëm që ka ikur nga ky vend, s'do t'ja shofi syt këtij vendi. Gjenerata Trive. Po është një gjeneratë e cila në shumë raste nuk ka as moral, nuk ka as projekte, nuk ka as bindje politike, nuk ka as bindje filozofike, nuk ka lexuar. Është një gjenerat ignorantësh që merret vetëm me Facebookun dhe është një gjenerat dembelhanësh, të cilët sigurisht i bëjnë keq këtij vendi. Është një gjenerat e cila është prodhuar nga prindër të cilët kanë pasur mendjen vetëm të pasurohen, të dalin punë, mos t'i edukojnë. Është një gjenerat e cila i ka bërë keq. Tashi, një generacion 81, po shkon 82 vjeçar, si alternativë politike e Partisë Demokratike, që është Sali Berisha, po i kërkon ndihmë në ditën e rinisë dhe gjeneratës Z shpresa për të përmbysur regjimin. Këto janë tash marrëzirat e pa kuptimta, po shpeshherë me kuptim negativ të Sali Berishës, i cili kërkon çdo fije bari, çdo marrëzi, çdo mrekulli idiotizmi edhe folklorizmi për të shpëtuar. Në fakt ai nuk mund të shpëtojë më, sepse nuk ka asnjë shans që të shpëtojë më një moshë e tillë, e cila pastaj kontribon edhe në gafat akoma të tija që në kohë të rinisë. Dveseve të cilat sigurisht i kishte të lidhur edhe me partishmërinë e tij, me filozofinë politike të marksizmit-leninizmit, me partinë e tij, jo vetëm inatçore, po dhe si më thënë, përçarse të njerëzve, partia e luftës klasave, të cilën i donte shumë Sali Berisha, partia e diktaturës proletariatit, të cilën vazhdoi ta zbatoi Sali Berisha dhe këto 35 vite. Të krijimit të një nxitje urrëtie patologjike që ngoj shkymje anti-Shqipërisë, anti-shqiptarëve, të ngatresës me njëri tjetrin deri në luftë civile, dhe që tash i kërkon në moshën 81 vjeçare, i kërkon gjeneratës Z, të cilën e ka prodhuar vetë në mënyrë të shëmtuar, bashkë me një pjesë të militantëve të tij, shkatruan pronën në Shqipëri, shkatruan moralin në Shqipëri, shkatruan kulturën shqiptare, shkatruan fabrika, uzina, nuk lanë gjë pa shkatruar, i prishën gjithë ato që kishin ndërtuar, me gjak, me djers, me mund, me sakrifica, pa u paguar, ditën, natën, shinë, në erë, në borë, i shkatruan se kujtonin se i ka ndërtuar Enver Hoxha, byroja politike. Përjashtuan njerëzit, i shpallën armiq, i shpallën tradhtar, dhe tash i kërkon ndihmë gjeneratës Z. Gjenerata Z, jo vetëm që është një nga prodhimet më të këqija të kësaj shoqërie dhe është turp ta përmendesh, sepse sigurisht gjëja e parë që është pjesë e një gjenerate, ata që e konsiderojnë këtu në Shqipëri, se është e vërtetë se është gjithë gjenerata e të rive, ata që e din veten, gjenerate pa lexuar, e pa studiuar, me nota fiktive, demelhane në shtëpi, demelhane në shtet, demelhane në shoqëri. Janë njerëz cilët të vegjël që të vjen keq, kush do ta mbaj, kush do ta trashëgojë dhe çfarë do i bëj këtij vendi, nëse nuk i vin mend spakut, atëherë kur mos quhen më të ri. Kjo lloj gjenerate dhe sidomos ignorantëve, njëri prej tyre doli edhe në foltore, i tha faleminderit që keni ardhur iku se kishte harruar çfarë do thoshte. Kjo lloj gjenerate të ketë në dorë fatet e këtij vendi. Edhe kemi rënë midis dy gjeneratave. Një gjenerat është komunistave 81 vjeçar, bolshevik, fol bolshevik si Sali Berisha, dhe gjeneratës Z që s'kan as kredite, s'kan as moral, s'kan as rekorde, nuk kanë as kulturë, janë edhe persona cilët të vetmin moment kanë të rrjepin prindët e tyre, cilët janë rrobtuar në punë. Kësaj gjenerate, kjo gjenerat i leverdisë Sali Berishës, TV, se këta janë vetëm për shkatrim, janë vetëm për konsum, janë vetëm për fjalë të ndyta, me shoku në Facebook edhe në rrjete sociale, po ashtu edhe në televizione, janë vetëm
superficial, sipërfaqësor, pa brëndi, pa asnjë lloj morali familjar, të cilën nuk e nisin fare, ose edhe kur e nisin familjen e lejnë për gjys, ju e lejnë prindve fëmijët që i prodhojnë inkoshient për t'ju arritur. Ky është Sali Berisha me gjeneratën Z. Fatkeqësinë e madhe me gjeneratën B, berishiane, dhe akoma më fatkeqësi kur kjo gjenerat trushkullurish edhe ideologjikësh të prodhuar nga regjimi komunist do të bashkohet me gjeneratën Z të prodhuar nga antarët e Leverdisë dhe njerëzit më pa moral, pa koshiencë shoqërore që ka parë ky vend këto 35 vite dhe që sigurisht përkrahen nga ky kreu i gjeneratës B, Sali Berisha. Dakord, miqtë e mi?